A ke vendos për kënë kime votu në këto zgjedhje? Po, unë pej që jam gjallë, votoj për një. Për kënë voton? Për qita. Lëdëkëllu kripe që jam gjallë, tha. Dhe besoj shumë që kjo do t'jetë foltoria, ku do të prezentuat fitoria LDK-s me 28 dhjetor. Qëre qëfar mesazhi më ka ardhë TikTok? Bërut kontentin e ki fenomenal, që kjo që ka kom me thonë e di që kom me të dok absurde, amo të kisha propozu me e marë parasysh. Me qëtë serin ku ti je të pyt njerës për hallet veta dhe të e bot pa mundërën për me juni mu, ja u ke ble zamrën shumë e shumë njeret në Kosovë. Nëse i shkon dikush si ti pak me pushtet edhe me vepra që i ke transmitu ti në për video, na kish një mu shumë si popull. Të kisha propozu me e marë parasysh me hi me nëj mënyrë, me nëj pozit, ose nëj ministri, ku ty ta merë menja që kishe mujt me bo impact mirë për shoqni. E di që je realist, pak të nësot kena po në për video, edhe e di që do këtë absurde, amo kishe bo me fiqiru pak. Respekt për ty veç vazhdo për para. Në fakt, një pejsanev që i ku menu mas pak të najherë është me u kyqë në politik, shumë pak, përveç se normal, kur lidh profesioni edhe lidh, si do qoftë, kur nuk e ku menu ashtu me u kyqë seriosisht, amo me qësim mesazha nëse vazhdoni me më shumë, bom vaki edhe që ma këtheni mendjen, si do qoftë qysh është me u kyqë prej gazetaris në politik, e kom njerin e duhur që më kallëzën edhe më kallëzën sinqerisht, është festim ka boshi, e njeni krejt festimin, zonin e lojmeve qëndrore, si t'ja njeni zonin, e dini për kënë është fjalla, e aj do me thonë prej gazetaris tashti po ka aterum politik, me një parti politike në LDK është, edhe po kandidëm për deputet në kuvendin e Kosovës, e aj mas mire mundët me më kallëzu dhe me thonë a javlen, as javlen. Të shojmë tash ka përna thët festime. Qish je festim? Qish kalove? A je mirë? Mirë. A drejt në gjirëm, a? Drejt në gjirëm, qështu ne jo mësu me spontanesht, do me thonë. A keni shumë. A ke vendos për kënë kime votu në këto zgjedhje? Po, unë pej që jam gjallë, votoj për një. Për kënë voton? Për qita. Lëdëkëllu kripe që jam gjallë, tha. Festim, qysh je? Mirë, pak po më shef pak si griposum. Se ki heqpohën gripi. që ta është të tro gripi. Shkova të mjeku dhe i thash, a kene diçka nëj terapi, sepse nuk kam ko as mu. Edhe janë se me kesh, që ka me thonë, dhe më thonë, mora pak një injekcion, do barna, edhe po vazhdoj me gjithë forcat, nuk duhet më ndalë, dhe më thonë, sepse tash jemi vesh në fushat, në fakt të mërkurën i bjen që është dita e parë zyrtare e fushatës, edhe na po duhet më përgadit, me bot gjitha përgaditjet për me nis, jo vesh me dalë në për teren, mirë po dhe me ditë qysh me shpalos programin politik që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka përgadit. Po është e lodhshme festim gjdo dit intensitetit të e morë parasysh tash po që rezultati me grip u lodha. Imunitetin zero, po. Jo, nuk mendoj që e kam veç për atë punë, pasi që dihet që jemi në stin të dimrit edhe këto ditë kishte shumë mjegull, edhe po besoj që edhe për atë arsye. E lodhshme, mund tjetë ndonjëherë edhe fizikisht e lodhshme, por kur takon njerëz të tillë, ja sikur ky zotëria këtu i cili flet me shumë dashamirësi për LDK-n, na presin mirë, janë të interesuar me ditë se çka do të bëjë LDK-ja në qeverisjen e ardhshme, sepse duket se një lodhje e madhe ka ndodhur në fakt me këtë qeverisje që po perëndon, që po shkon. Apo që ky është disponimi që po e merr në terren, domethënë prej njerëzve prej polëve. Po të paktën atje ku shkoj unë, atje ku na bjen me vizitu njerëz, në qytete të ndryshme, kryesisht ka një lodhje të madhe me këtë atë që ka ndodhur gjatë këtyre vjetëve. Cila është kritika jote më e madhe për pushtetin aktualisht, festim? Çka të pengon mas shumë? Sigurisht ki plot digastere ku mundesh me jap kritika, po diçka kohëve të fundit që e ki mas shumëti që ta ka vros synin edhe veshin. Borem të edhe unë të dytë, unë deri tash gazetar kam qenë, domethënë me mediat janë sjellë tepër keq. Pra sa i përket punës medias ka qenë një degradim i
tmerrshëm i gjuhës që qeveria e vendosjes e ka ushtruar ndaj gazetarëve dhe mediave në përgjithësi. Na kanë quajtur udbash, na kanë quajtur bashkëpunëtorë serbistë financuar nga Serbia dhe Juve si media, mbaj mend Nacionalën e kanë sulmuar me një shkrim të sponsorizuar në një revistë në Bosnjë dhe e sollën këtu si burime nga një reviste jashtëzakonshme në Bosnjë, kupton. Po qëllimi ishte që t'i diskreditojnë gazetarët, sidomos ata që kanë qenë kritik në vazhdimsi dhe kanë vendosur që t'i shpalosin gjitha dyshimet për keqpërdorim të madh të buxhetit shtetit ose dhe të pozitës zyrtare e kundërta kësaj çka është marrë prej pushtetit ka qenë, okay, nëse këta po i publikojnë këta, atëherë duhet t'i sulmojmë, t'i etiketojmë, t'i linçojmë, t'i themi që këta janë me Serbinë, po paguhen nga Serbia dhe kështu, domethënë, mendoj që kjo është e tmerrshme, ndoshta gjëja e parë që patjetër që dua ta them sepse me vërtet më ka shqetësuar maksimalisht gjatë kësaj periudhe, njëjtë siç ka ndodhur me Juve në mediat private, ka ndodhur edhe në median publike ku kam dhënë kontribut tash sa kohë aty, domethënë kemi besuar që do të ndodhte diçka më mirë, u zgjodh një bord atëherë kur erdhi vendosja, besuam që tani ndoshta do të ndryshojë diçka, por në fakt ndodhi totalisht e kundërta. Ata anëtarë të bordit cilët u zgjodhën, pavarësisht që disa prej tyre kanë qenë gazetarë për të cilët deri diku kemi pasur një farë konsiderate sepse kanë dhënë kontribut në gazetari, kemi besuar që mund t'ia dalim më mirë, por e vërteta ishte e kundërt krejtësisht, domethënë krejt çka ndodhi është një vazhdimsi apo ndoshta më mirë me thonë edhe më keq se sa bordet e kaluara. Për shembull, nëse kisha lypun e këshill aty me kandidu në zgjedhjet e ardhshme, çka më kisha thonë? Ai ka mendon seriozisht fillimisht për me mundësinë për më kyç politik. Se ku menu deri sot. E lexova çat mesazh. Edhe ai ta vë sustimin, ëh? Po, fiks. Çka është ndryshe në politikë? Në fakt ne çka më përgatitën për shembull. Shiko, si gazetar ti në një farë forme në shërbim publik je, sepse përmes medias ti veç je në shërbim publiku duke informuar ata për të këqijat dhe të mirat, çado që ndodh në këtë shoqëni. Në politik je në anën tjetër, pra je në anën ku krijon politikat. Krijon politikat. Ideja është që të bëhemi sa më shumë njerëz të cilët angazhohen për të mirën e kësaj shoqërie, nëse flasim për media që angazhohen për të pasur media të lira, të pavarura, për të ndihmuar ata që të mos sulmohen, të mos linçohen, për të siguruar ata që do të kenë ambient të mirë të punës dhe do të përkrahen në këtë drejtim. Çka është ndryshe në politikë? Ndryshe është sepse këtu përpos pyetjeve që i kemi bërë ne si gazetar, këtu duhet të përgjigjesh si politikan. Pra duhet të jap përgjigje për gjithçka që ti mendon që jo ti mendon, po programi politik në partinë ku ti përket, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës ka një program të jashtëzakonshëm elektoral me cilin po garon në këto zgjedhje. Pra oferta e LDK-s, mendoj, por nuk kam dilemë që është oferta më e mirë elektorale për këto zgjedhje. Rruga e re ka qenë programi i LDK-s në vitin paraprak, në zgjedhjet paraprake, sepse këtë vit i patëm 4 palë zgjedhje, por megjithatë ai program tani ka pasur disa ndryshime, është bërë një farë plotësim ndryshimi i disa prej projekteve, janë shtuar projekte të reja dhe shumë shpejt kandidati ynë për kryeministër Lumir Abdigjiku bashkë me gjithë kandidatët për deputet do ta shpalosin këtë program, për cilin besoj shumë me të vërtetë që kësaj radhe sidomos do të ketë një besim të madh nga populli, nga elektorati kosovar. Cila ka me qenë kauza kryesore, për çka kime luftu mas shumëte në kuvend? Transparenca, llogaridhënia, liria e shprehjes, liria medias. Nëse nuk ka transparencë, pra siç nuk ka pasur në fakt, ti si gazetar dim besoj, domethënë gjatë asaj kohe, kësaj qeverisje për shembull, nuk ka pasur ministri që ka pasur zëdhënës vet, pra i cili ka mundur të ndihmoj gazetarëve për pyetjet që kanë pasur ata. Nëse nuk kemi transparencë nëpër institucione publike të cilët menaxhojnë me buxhetin e shtetit, i bie që ka një terr informativ. Kemi një qeveri të territ, nuk e dim se çka po ndodh me paratë tona në këtë rast, me paratë taksapaguesve. Pra kauza ime, njëra prej tyre, sepse nuk mjafton të merrem vetëm me lirinë e medias, megjithëse mendoj që është një temë shumë e rëndësishme, pavarësisht që duket jo shumë e rëndësishme. Pasi që përmes lirisë medias ne mrim deri tek transparenca, llogaridhënia që i bie mrim deri tek sundimi i ligjit, pra deri tek respektimi i ligjit ose shkeljet që mund të ndodhin nëpër ministri, ne ose unë do të angazhoj maksimalisht që gazetarët kenë qasjen maksimale për të raportuar të gjitha edhe dyshimet, jo vetëm argumentet që kanë. Edhe për të arritur këtë, domethënë do të angazhohem që të krijoj nisma të reja legislative, për shembull vitin e kaluar Parlamenti Evropian ka nxjerrë një akt evropian të lirisë së medias, i cili është një
akt shumë i guximshëm sa i përket lirisë së gazetarëve për të kryer punën e tyre. Njëra prej nismave legislative që do ta shtyj përpara qysh në ditët e para si deputet i Kuvendit të Kosovës do të jetë që ky akt evropian i lirisë së medias të bëhet, të adoptohet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe nga Kuvendi i Kosovës. Dhe besoj që do të kemi në atë kohë edhe më shumë gazetari, edhe më shumë media të lira, edhe më shumë transparencë dhe llogaridhënie për gjithë ata që menaxhojnë buxhetin e shtetit. E qartë. Festim, tash ti ka ra punë terren me pas vazhdimisht, domethënë, apo në kallëzën cilat janë me aq sa ke pas mundësi me pas interaksione me njerëz, me ndërvepru me njerëz, cilat janë shqetësimet kryesore të njerëzve. Çka po të thojnë? Për çka po shqetësohen më shumë? Cilat janë brengat më të mëdha? Mirëqenia, çmimet e larta dhe mos pasja një qeveri e cila merret me hallet e vërteta të qytetarëve. Krejt çka kemi parë gjatë këtij kësaj kohe ka pasur propagandë dhe vetëm propagandë, sepse sarë që është folur për një dështim në një dikaster caktuar, janë sulmuar ata njerëz që kanë kritikuar, pra ka pasur propagandë të jashtëzakonshme përderisa nuk janë marrë me temat reale të kësaj shoqënie. Çmimet e larta, pagat e ulta, shumë familje në Kosovë nuk arrin jo të lidhin muaj me muaj, po as në gjysmë të muajit nuk mund të shkojnë për të pasur shportën elementare të familjes, pra të konsumit. E le mos flasim për lukse të tjera, nëse mund të quajmë lukse, po flas për shembull për pushime apo diçka kësaj. Pra po flasim për gjëra bazike, të cilat familjet kosovare nuk po ja dalin dot dhe kemi pasur deri tash një qeveri e cila nuk e ka çarë kokën fare për këtë punë, por është marrë me tema patriotike, pra thjesht ka përdorur propagandën për t'i mashtruar qytetarët e këtij vendi dhe besoj që nuk ja ka dalë t'i mashtroj, pasi që me 28 dhjetor pres dhe jam i bindur që qytetarët e Kosovës do ta ndëshkojnë mashtrimin që i ka ndodhur tash 5 vjet. E qartë. Festim rejtëm e patëm një ecje simpatike të shkurt, para zyreve të selisë qendrore, domethënë të LDK-s. Çka domethënë LDK-ja për ty, Festim? Lidhja demokratike e Kosovës për mua do të thotë tepër shumë, jo vetëm për mua, besoj që për të gjithë shqiptarët, jo vetëm të Kosovës, por gjithandej, pasi që dihet se LDK-ja është partia e parë demokratike ndër shqiptar. E kujtoj me nostalgji, me respekt të jashtëzakonshëm iniciativën e intelektualëve të asaj periudhe, nuk ka qenë lehtë fare që në vitet e 89 e 90 tutje të themelohet një parti demokratike, cila synim ka pasur liri, pavarësi, demokraci dhe lidhjen e aleancave të forta me SBA-n dhe Bashkimin Evropian, ja kanë dalë. Pra kjo lëvizje politike në krye me Ibrahim Rugovën, ja ka dalë ta edukoj dhe ta orientoj vendin qartë drejt vlerave euro-perëndimore. Dhe përpos kësaj mendoj që gjitha lëvizjet e tjera politike, edhe pas luftës, partitë e tjera që kanë dalur, që janë treja mirë që kanë dalur, janë derivati i LDK-s. Unë mendoj që gjithë ata që kanë dhënë kontribut për këtë shtet, bazën e kanë pasur në LDK. Pavarësisht, po e përsëris që vite më vonë janë krijuar parti të tjera sepse kanë pasur dhe divergjenca që është normale, por LDK-n e shoh si shtëpinë e madhe politike të gjithë shqiptarëve. Dhe edhe si gazetar, sërë që ka menduar, sikur ti tash, mundësim për më kyç në herën politik, nuk kam pasur dilem tjetër, që nëse veç kyç në politik, ajo do t'jetë LDK-ja. A hina pak a na bëni, edhe pse jom konë një herë kër e pata po. Mendjen që herë do kur do kemi në politik dhe sa që kemi ardhur po këqyr me më rekrutua, për shem, me një herë. O tu i bo hopat e por. Përshëndetje, që kemi, si jeni, që po kaloni? Okej, Festim, që të dhoma e konferencës. Do me thonë, krejt konferencat e LDK. Zakonisht mbahen konferencat e kryetarit të LDK-s, zotit Lumir Abdigjiku, si dhe deputetëve të tjerë për ndonjë problematik, për ndonjë denoncim të keqpërdorimeve të shumta siç ka pasur pra në këtë vit me qeverinë Kurti, por gjithashtu dhe besoj shumë që kjo do të jetë foltoria ku do të prezantohet fitoria e LDK-s me 28 dhjetor, po shpresoj dhe po besoj. Okej. Apo më kallëzën. Do kemi flamurin Gardam, besoj që të pëlqen apo domethënë është flamuri i jashtëzakonshëm i Ibrahim Rugovës. E kemi këtu për me na kujtu në vazhdimsi
rajt, pra kush jemi ne si LDK, ku buron LDK-ja. Këta kemi një studio të podcastit, kur erdha dytë në LDK ditën e parë, kryetari Abdigjiku mi prezantoi gjitha këto hapësira dhe kur erdhëm këtu më tha nëse të merr mallin herë për mediat, çekoj ki hapësirën. Me ardhë me gjeruan në një podcast që me këta këngëtar që i bëja i përcjell. Dhe që i japëm konotacion politik, mas në si shumë. Hej, kalon shumë mirë shkolla politike. Tung, festim. Mos të marrë ma shumë kohët, falenderoj shumë sa na i zbredhen e pas një qitë. Shihemi. Faleminderit shumë për vizitën në LDK, edhe për këtë bisedë me mu si kandidat i LDK-s, kandidat i ri, kolegu yti, ish gazetar. Gjithsesi, respekti sa e ki numrin festim? Shumë mirë që përmendë si po haroj une, shumë njerëz po më thoj mos e haro përmendë shumë. Mos e haro po të kryesor. 41. 41. Po 41, numri i Festim Kabashit e gjeni në listën e LDK-s që LDK-ja ka numrin 1, 2, 3. Okej, festim, shumë sukses. Faleminderit bre. Hajde tung. Ciao. Çika sprejme e njerëz, Festim Kabashi, kandidat për deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mi dha do këshilla shumë të mira, ko me integru, ko me menu, ko me reflektu, unë jëmë burim bacolli me që ta mërëm gjeni këtë platformat, siguroni një follow me ma bo.